Sigurisht që qëndrimet e mia janë edhe ato të Partisë Demokratike të Kosovës. Ne nuk do të marrim pjesë në votim derisa nuk kemi një zgjedhje të qëndrueshme për Kosovën. Dhe sigurisht që zgjedhja e qëndrueshme për Kosovën është zgjedhja e kryeministit Bedri Hamza si udhëheqësi i qeverisë së Republikës Kosovës dhe me të besoj që do të krijohet edhe stabiliteti edhe qëndrueshmëria në vend. Sigurisht ne i bëjmë thirrje edhe individuale, por edhe publike, por sigurisht që ka edhe takime të ndryshme me partitë politike, që t'i bëjmë thirrje që të ketë një qëndrueshmëri në premtimet që kam bë sa i përket mos zgjedhjes së kryeministit Kurti apo mos dhënie mundësisë së Kurti 3 në Kosovë. Sigurisht që në këtë pjesë do të shihet nesër se si do të veprojnë. Nuk keni dekordim, me që kam mbetë me u pa nesër kjo gjë. Sigurisht nuk ka asnjë dekordim konkret, por besoj që mbetet në qëndrueshmërinë dhe premtimet publike që kam bë. Besoj që e kam bë të qartë Partia Demokratike e Kosovës, ne kemi pozitën që na ka besuar edhe qytetari i vendit në mundësinë e dytë të formimit të qeverisë. Atëherë besoj që ne qëndrojmë në premtimet tona.